5B është fenomen i njohur i aprovuar nga Edi Rama. E kanë bërë shifra, por që nga koha e Ismail Qemalit, po jo ati virtualit që nxjerr kreu i organizatës, ati realit, Belinda Balluku është plaçkitësja më e madhe e buxhetit të shtetit. Më besoni në llogaritë e mia, duke marrë referenca të drejtë për drejta nga biznese sot, dhe ti e di mirë që unë jam bërë nukël informacioni, sot dëmi që ka shkaktuar Belinda Balluku në buxhet është 2 fish më i madh se tërmeti i vitit 2019. Dëmi i vet asaj, nuk po flas pastaj gjithë antarët e tjerë. Ku keni parë ju që është trefishuar çmimi i rrugëve? Ja merrni sa doni. Ku keni parë? Merrni Unazën e Tiranës, se do vite pastaj Thuman Kashari prap. Merrni Unazën e Tiranës. 15 vjet. 15 vjet. Është 15 vjet këtu në Zvicër, është tuneli më i madh i San Gotardos, nuk ka dashur kaq vite, 57 kilometra. Edhe shto. Të gjitha rrugët. Ti bëj analizë. Që si bëjnë analizë inxhinierët investigativ, gazetarët investigativ, po sepse, si që thonë, si që përshpërisin poshtë e lartë, kompanit na shkatroj, na merë 30 dhe 20%. Po më kështu tonë kompanit. Ta verifikoni, ta verifikoj s'paku. Vetëm me tunelin e Llogaras që do ta them, ka gëlltitur baraz me 2 incinerator të Fierit dhe të Elbasanit dhe baraz me 15 shkolla të mëdha. Me një të gëlltitur të lapsit, fap, si që ka zakon kreu organizatës, janë gëlltitur nga plaçkitësja dhe në reze 1 kilometër që nga zyre saj $50 milion, me vullnetin e saj ka lënë formatin 1 dhe ju ka ngarkuar 1.3 miliard qytetarve me vullnet të saj. Ka bërë një proces pa tender. Sot qeveria është formati 5D i Bashkisë së Tiranës, po nuk është 5D, është 5B. Këtë është 5B. Plaçkitësja më e madhe në historinë e Shqipërisë e buxhetit të shtetit ka emëruar 5 ministra, 2 në bashkëpunim me eksponentët. 5 ministra për të plotësuar zinxhirin e plaçkitjes. Po me çfarë po merret Pirovëngu sot? Çfarë po merret Pirovëngu? Merret me pronat e ushtrisë. Ma tha njëri brenda Ministrisë së Mbrojtjes që ky njeri po vjen vetëm se është i zellshëm për të dorëzuar pronat, ato e di unë, tha, ai njeri është i korruptuar. Sot e ka ministër të brendshëm dhe për turp të tij do t'i ngelet tërë jetën stamp që është emëruar nga krimi dhe ka bërë atë lloj arrestim për të ndotur sytë e shqiptarëve, arrestimin e ish presidentit. Ervin Hoxha është emëruar nga krimi? Patjetër. Dhe nga oligarkët. 5B është fenomen i njohur i aprovuar nga Edi Rama. E kanë bërë